Live në këtë të premte me Mikeshën tonë. Me Mirela Jorgon. Akuzatoren tonë. Mirela. Akuzatore si atentatore, si atentatore. Cila është akuza juaj sot? Qa të ka mërzit jere? Dhe ka akuzon? Ngrihemi në mëngjes me stres, ngrysemi me stres. Lore. Që në momenti që zbret shkallët e pallatit, duhet të marrësh makinën, dhe në momentin që merr makinën, nuk shkon në orarin e dur në punë, nuk shkon në orarin e dur të çosh fëmijë në shkollë, sepse trafiku është tej mase i tmerrshëm, tej mase i rënduar dhe kaotik. Mund të themi pa frikë që në Tiranë qarkullojnë mbi 12.000 makina, që presupozon Tirana është e mbi populluar me makina, që do të thotë në çdo 2 banor ka makina, do më thonë janë shqiptarë. 120.000 do thuash, jo 12.000. Mund të jenë 120.000 makina? Mbi 120.000, do shta u shpret. Dakor, tani akuza juaj cila është? Atëre, akuza ime është, shteti, qeveria, qeverit, bashkit, bashkia, çfarë po bojnë për të aralluar këtë trafik dhe për t'i dhënë zgjidhje situatës në mënyrë të tillë që njerëzit të mos shpenzojnë nga xhepi në për parkingje private? Po në të gjithë kryeqytetet e botës le të jenë në gjithë kryeqytetet e botës. Do thoshte shteti, po bëj shtetin unë tani. Atëre, janë... Unë jam shteti. Shëgo, është rritur numri makinave dhe mund të themi që janë... E ke për trafikun, apo e ke për parkingjet? Për parkingjet, sepse trafiku, sepse qëfar ndodhë? Ndodhë që duke mos patur parking... Akuza juaj është, Tirana s'ka parkingje. S'ka hapësirë për parkim fala. Për shoferët nuk po mendohet fare për parkimet publike falas. Që do të thotë, unë kam një kartë rezidente... Po ku, në ç'vend të botës ka parkime falas? Po, ka. Janë në proporcion dhe në raport me numrin e popullsisë. Që do të thotë, po, unë as aty nuk mundem do të parkoj, sepse gjobat që më vinë nga ana e policisë rrugore... Ti ke kartën e rezidentit. Dhe nuk më lejojnë sepse bizneset që janë poshtë kanë zaptuar dhe pjesa tjetër që paguajnë në bashki, kanë zaptuar ato parkingje që i përkasin pjesës... Ajo është kamera jote, ajo aty, përballë, shiko që aty tyte mitrolozi është, nga më të fundit, se jemi në ABC këtu. Drejtoj akuzën tënde dhe kujt e drejton atë akuzë? Atëre, akuza ime është ndaj mënyrës se si është organizuar dhe kontrollohet territori, që do të thotë, ato hapësira publike falas, të cilat i takojnë qytetarëve të Tiranës, duhet t'u jepet mundësi që të parkojnë dhe të kenë mundësi ta shfrytëzojnë në mënyrën e duhur. Boll më me parkinge private, boll më me ndërtues të cilët porisin çmimet e parkingjeve, sa të blesh sot një post parkimi është baras me një ndërtesë, që do të thotë vlera e çmimit të parkimit ka shkuar mbi 20.000 euro një parking. Flasim për në qendër të qytetit. Akuza ime tjetër është fakti që nuk po merret seriozisht të jepet zgjidhje trafiku dhe të jepet mundësi që njerëzit të mos nxitojnë dhe të krijohet kaotizëm në mënyrën se si arrin dhe shkojnë në pozicionet e punës, apo të kur dhe shkojnë të shojnë fëmijët të për shkolla. Sepse është rritur vërtet mirëqenia, po shojmë në çdo 2 banor ka makina. Ju lutem shumë, i drejtojmë dhe njëherë, çfarë do bëhet për zgjidhjen e trafiku dhe për parkingjet e këtyre automjeteve të cilat na marrin kohë nga jeta jonë, i bie nga mëngjesi deri në darkë, gjysma e jetës sonë shkon për të gjetur një parkim. Dhe kjo nuk është normale. Atëre, mjaft më me parkime private. Kanë zaptuar pjesën më të madhe të Tiranës dhe të hapësirave kur bëhet fjalë për qendrën, kur bëhet fjalë për unazën e vogël, kur bëhet fjalë për sheshet kryesore dhe po shkojnë drejt parkimeve nën toksore, do t'ishte më e udhës të kishte një transport publik shumë i vlefshëm për qytetarët e Tiranës dhe ndërkohë do t'ishte shumë më e mirë që qytetarët e Tiranës të kishin të zgjidhur punën e transportit dhe të ishte zgjedhur me metro, që e shoh që është e pamundur, ose të ishte e zgjidhur nëpërmjet stacionit të trenit ose linjës hekurudhore nga pjesën i trenit që ka qenë dikur dhe deri në Kamës, Durrës apo aeroport, sepse do ta shfrynte disi. Sa kohë humbasin qytetarët e Tiranës për të gjetur një parking sot, duke filluar nga një ditë e zakonshme dhe një ditë fundjavë, ose një ditë kur ka rreshje shiu që trafiku është edhe mirë i ngarkuar, që
parkingjet mbushen edhe më shpejt plot? Atere, unë mund të them pa frikë që nga fjala bie nga Komuna e Parisit për të shkuar deri në qendër të Tiranës, të duhet maksimumi 1 orë të shkosh me makinë. Në cilat orare? Se nëse janë oraret e mëngjesit dhe oraret e mëngjesit dhe oraret pas punës, në të gjithë botën ky fluks është i ngjashëm. Por mos harojmë, momente që ti shkon nga komuna deri në qendër ose nga qendra për të shkuar diku. Është sikur ikën në një rreth, e kupton? Pra nuk është sikur ikën brenda për brenda. Është shumë e mërshme për të është edhe lodhja më e madhe. Është lodhje nervore, është fakti që ti nuk gjen dot. Është çështje fati ndonjëherë apo Jo, ka momente që ti mund ta harxhosh edhe 2 orë dhe se gjen dot parkimin. Më shumë se 2 orë. Të duhet duhet të planifikoj, duhet. Jo, parkingjet private janë më të zaptueshmet të teritorit të Tiranës dhe janë lënë shumë pak gati 1% të përqindjes së makinave që qarkullojnë në Tiranë. E ka marrë privati. Kjo shkon drejt leverdis që kanë ndërtuesit për të rritur çmimet e garazheve dhe të postparkimeve. Janë rritur shumë çmimet sa të mbledh sot një postparkim. Nuk duhet të mbajmë më parkingje private dhe të jenë të gjitha, kush është alternativa? Alternativa dhe zgjidhja që unë mendoj është fakti të ketë një kontroll më të detajuar të teritorit të Tiranës, në mënyrë të tillë që t'u lihet hapësirë edhe makinave të zakonshme të kenë mënyrën të parkojnë falas dhe njëkohësisht t'u jepet mundësi që të kenë zgjidhje me nënkalime të rrugës. Do me thënë nënkalimet jenë më të shpeshta dhe njëkohësisht edhe me stacionin e trenit të vijej në dispozicion që të kishte nga pjesa ku është stacioni i trenit që ka qenë dikur, të bëj lidhjen me Kamsën, me Durrësin, me Rinasin se do ta shfynte disi trafikun. Okej. Falenderojmë shumë Mirelën në këtë akuzë të saj. Falenderojmë shumë, po, është akuzë, është dhimbje, jo vetëm e jotja, po të gjithëve. Terrorizëm i çdo qytetari që jeton në Tiranë, por kam përshtypjen dhe në qytete tjera, sepse ka edhe qytete tjera që Tirana është më e ngarkuar. Tirana është pse Vlora kur është edhe Vlora në kohën e plazhit është më e ngarkuar. Përcjellim akuzatoren ton, duke falenderuar për prezencën e saj në studio live këtu në Bardhazi në këtë të premte. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për këtë shqetësim që e kanë dhe 10 qytetarë të tjerë. Ndërkohë unë pres me padurim të dëgjoj monologjet e bukura nga Erion Kristo. Do rikthehet monologu, po para se të kalojmë te monologu, do të bëjmë një falënderim të vockël ose të madh, quheni si të doni, po. Falënderimi shkon për klinikën Kate. Klinika Kate, një klinikë fantastike, është e vetmja klinikë kozmologjike në Shqipëri, se kur futesh atje, është si kozmos, pra është faj doktor Skerdi, nuk e di, si duket ka dash të bet astronaut kur ka qenë i vogël, këtë e ka dashur dhe Spartak Ngjela, po ai su bë, po Skerdi po bëhet, sepse po të futesh atje, shikon galaksi, kështu e ka bërë. Kjo studio jon këtu. Edhe kështu na ka ndihmuar edhe për studion ton, që ta bëjmë dhe ne në formë galaktike, po ta shkosh janë si galaksi këto që jemi këtu, kështu që një falënderim i veçantë për klinikën Kate. Edhe një kërkesë që kur të shkojnë në kafe, njerëzit të kërkojnë kafe nam-nam. Nam-nam. Sepse kafja nam-nam, lë nam. Dhe nuk është as kafe njerë. është Michel, është një përzierje e kafeve më të mira, do me thonë, edhe kafe arabike ka brënda. Pra nuk është kafe, po si thoni kafe. Ata që s'duan kafe, le të pinë eliksirët, kanë eliksirë të pinë të ngote. Unë me zi pres me padurim të ridëgjoj nga goja e Erion Kristot monologjet e ti të famshme. Sa monologje do na dedikosh sot? Do bëj na 2 në ditë, na 3, na 4, si të më vi. Shumë pak, një sigël dhe me Erion Kristo në studio. Unë po ju lë me të. A e keni vënë re se si shumica e lajmeve tona flasin kryesisht për ngjarje ku dhunohet jeta e njeriut, ku krimi diskutohet sikur të ishte buk me gjalp. Pra, krimi është bërë pjesë e jetës sonë të përditshme dhe media është bërë një lloj zëdhënësi i saj, duke marrë gjithë ditën me këto ngjarje. Por unë po ju them, gazetar të dashur dhe redaktor të dashur, që kjo nuk është përgjegjshmëri përballë publikut.
Duket sikur ka një bombardim të përcaktuar për të terrorizuar mendjet e njerëzve, një lloj terrorizmi mediatik, në mënyrë që ndërgjegjet të mos jenë të qeta. A e dini ju se çfarë shkakton në mendjen e njeriut përmendja e detajeve makabre nga ngjarjet e ndryshme që ndodhin? Vetëm dhimbje. Dhe e dyta, që është më e keqja nga të gjitha, ngjarjet e këqija kur shikohen në televizor përsëriten. Prandaj ju lutem shumë, ligjvënës, zëdhënës, se çfarë do lloj njeriu që ka fuqinë për të ndikuar në jetën tonë. Sa më pak kronik të zezë, sa më pak diskutime, sepse jeta jonë nuk është vetëm e zezë të dashur miq, si emisioni jonë. Është bardhazi, ashtu është dhe jeta jonë. Prandaj sa më pak diskutime për të këqijat,